Më 6 korrikë ka nisur zyrtarisht aktiviteti i shkollës verore 2026, i organizuar nga Muftinia e Kumanovës në bashkëpunim me Kur'an Kursin. Hapja e aktivitetit u shënua me pjesëmarrje në një numër të madh nxënësish, të cilët filluan ta ndjekin programin edukativ arsimor gjatë periudhës së verës. Shkolla verore synon të ofrojë fëmijëve dhe të rinjve njohuri fetare, edukim moral dhe aktivitete të ndryshme formuese, duke krijuar kështu një ambient të shëndetshëm për mësim dhe zhvillim personal. Me këtë rast, Muftinia e Kumanovës falenderon të gjithë imamët, mualimët, organizatorët dhe kontribuesit që mundësuan realizimin e këtij aktiviteti, si dhe shpreh mirënjohje për prindërit që besuan në këtë program edukativ. Muftinia uron të gjithë pjesëmarrësve një shkollë verore të suksesshme, të dobishme dhe të begatë, me sa më shumë përfitime në dije, edukat dhe vlera islame. Nderuari Muftinisë së Kumanovës, Abedin Efendi Imere. Nderuari kryeshef i sektorit për punë të brendshme në Kumanov, Magjistër Ilyasa Zeqiri. Të nderuar prindër, të respektuar mysafir, hoxhallar, mësues, si dhe ju nxënës të dashur. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se keni ardhur në këtë program të veçantë, të përgatitur me shumë dashuri, por kushtim dhe kujdes nga nxënësit e shkollës tonë verore. Sot jemi mbledhur së bashku për të shprehur falënderimin tonë ndaj Allahut të Madhëruar për mirësitë dhe begatitë e Tij, për të shënuar përfundimin me sukses të mësimeve dhe për të parë nga afër rezultatet e punës dhe angazhimit të fëmijëve tanë. Ndoj që fjallat e para të zbritura nga ana e Allahut fuqitor, Muhamedi alayhi salam, njeriu më të dashur në situatën e tokës. Në shpirën lira, aty ku bota filloi të marrë këndje të ndryshme në fjalën lexos. Ku edhe kjo shkollë verore ka audicionë të shpërfundit të arsimit e të linjëve tanë. E falenderojmë nxënësin tonë për leximin e bukur dhe për përcjelljen e fjalës së Allahut të Madhëruar. Tani ftoj të marrë fjalën përshëndetëse sekretarin e Muftinisë të tonë të nderuar në fuqimin e të dy organizuesve të programe, Zotër Omer Fizuri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. I gjithë hamdi dhe falenderimi i takon vetëm Allahu Gjelle Shanuhu, krijuesit të gjithësisë, vetëm ato falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Salatet, selamet, përshëndetjet tona të përzemërta ja drejtojmë njeriu të dashur tek Allahu Gjelle Shanuhu, bulës së pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët e tij, dhe mbi gjithë ato besimtarë dhe besimtare të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. I nderuar kryeshef i sektorit për punë të brendshme në Kumanov, Magjistër Ilyasa Zeqiri, të nderuar musafir të pranishëm, hoxhallar, nxënës, prindër, ju përshëndes me përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatitë dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Unë tash jam në emër të muftiut vetëm t'ju përcjell selamet deri tek ju dhe pikërisht i falenderoj edhe prindërit, por edhe gjithë ato të cilët kanë kontribuar që kjo shkollë vazhdoje dhe zhvillohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, është paraportë që për 2 javë ditë nxënësit e tonë të kalojnë pra në mësimin e Kur'anit Kerimit, pastaj të mësojnë pjesë nga morali dhe historia islame. Pikërisht kjo është bërë duke i falenderuar pa mos ligjëruesit tonë, ato të cilët kanë qenë përcaktuar që të ligjërojnë para nxënësve, 2 hafizet e nderuara, Hafize Medbera Imeri dhe Hafize Rejhane Bajrami. Gjithashtu kam nderin të falenderoj edhe hoxhallarët ligjëruesit, Hoxh Berat Ramadani, Hoxh Recep Bekteshin dhe Hoxh Vedat Recepin, të cilët kanë dhënë maksimumin që kjo shkollë vijojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë në emër të muftiut të Muftinisë së Kumanovës, i cili për shkaqe familjare nuk mund të jetë prezent sonte para nesh, ju falenderoj prindve për besimin tuaj dhe nxënësve ju uroj shumë suksese. Faleminderit, wassalamu alaikum.
Ju faleminderojmë për këshillat, udhëzimet dhe mesazhet e vlefshme që ndat me ne. Të nderuar të pranishëm, në objektet e muftinisë u zhvillua shkolla verore. Kjo shkollë u organizua me qëllim të edukimit tonë shpirtëror e moral. Mësimet vijuan 2 javë rresht, duke treguar gatishmëri nxënësit me prezencën dhe përkushtimin e tyre. Po ashtu edhe xhallarët dhe hafizet, duke kontribuar në edukimin e të gjithë atyre që prezantuan gjatë këtyre 2 javëve. Dhe e gjithë kjo u realizua fal mbështetjes së muftiut ton, fillimisht, po ashtu edhe të gjithë atyre që kontribuan që kjo shkollë të realizohet në mënyrë më të duhur. E për ta përshkruar më mirë këtë periudhë të bukur në shkollën verore, në vazhdim do ta ndiqni një prezantim të shkurtër rreth aktiviteteve edhe punës, të cilin do ta prezantoj Zahra Ramadani. Këtë verë patëm mundësinë të jemi pjesë e shkollës verore islame, organizuar nga Muftinia e qytetit. Kjo përvojë javore ishte shumë e vlefshme për të gjithë, sepse na ndihmojnë të mësojmë më shumë për fenë islame, jetën e profetit Muhammed a.s. paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, dhe vlerat e rëndësishme që na udhëheqin në jetën e përditshme. Që nga dita e parë ndjeva se kjo shkollë nuk do të ishte vetëm një vend ku do të merrnim mësime, por edhe një hapësirë ku do të rriteshim shpirtërisht, moralisht dhe si njerëz. Në këto të javë mësuam rreth fesë islame, besimit, moralit dhe jetës së profetit. Çdo ligjërat na mësoi diçka të re dhe na ndihmoi të kuptonim më mirë rëndësinë e respektit, sinqeritetit dhe durimit dhe mirësisë ndaj të tjerëve. Mësuam se besimi në islam nuk është vetëm një pjesë e jetës sonë, fetare, por një udhërofyes për çdo veprim dhe vendim që marrim. Përmes tregimeve dhe shembujve nga jeta e profetit tonë të dashur, kuptuam sa e rëndësishme është të jemi të sjellshëm, të drejtë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Këto mësime na bën të reflektojmë më shumë për sjelljen tonë dhe për mënyrën se si duhet të sillemi në familje, në shkollë dhe në shoqëri. Përveç mësimeve fetare, gjatë kësaj shkolle, patëm edhe shumë aktivitete të tjera që e bën përvojën edhe më të bukur. Kaluam shumë bukur me shoqet, shokët dhe mësuesit. Atmosfera ishte e ngrohtë, plot respekt dhe bashkëpunim. Çdo ditë ishte e mbushur me energji pozitive, buzëqeshje dhe dëshirë për të mësuar. Krijuam kujtime të bukura, u argëtuam dhe mësuam së bashku. Ishte shumë e këndshme të ndanim mendimet tona, të dëgjonim njëri tjetrin dhe të mësonim në një ambient ku mbizotronte dashuria dhe mirëkuptimi. Kjo na bëri të kuptojmë se mësimi bëhet edhe më i bukur kur zhvillohet në një atmosferë të tillë. Jemi thellësisht mirënjohës që patëm mundësinë të jemi pjesë e kësaj shkolle verore, sepse ajo nuk na dha neve vetëm memori të reja, por na ndihmoi të rritemi edhe si person. Këto 2 javë lanë një ndikim të veçantë në zemrën dhe mendjen tona, duke na bërë të reflektojmë më shumë për besimin, sjelljen dhe mënyrën si duam të ndërtojmë të ardhmen tonë. Mësimet, përjetimet dhe shembujt që pam aty do të na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Sepse kjo nuk ishte vetëm një shkollë verore, por një përvojë që na frymëzoi dhe na frymësoi për më mirë. Falenderoj Muftinin, Bashkësinë Islame dhe të gjithë ata që u kujdesën për organizimin e kësaj shkolle. Gjithashtu falenderojmë edhe mësuesit dhe të gjithë pjesëmarrësit që e bën këtë përvojë kaq të veçantë dhe të paharrueshme. Kjo shkollë verore do të mbetet gjithmonë një kujtim i çmuar dhe një udhërofyes i rëndësishëm për mua në të ardhmen dhe për të gjithë. Tani kemi nderin dhe kënaqësinë t'ju paraqisim një nga fjalimet më të rëndësishme dhe më madhështore në historinë e njerëzimit, hutbën e lamtomirës, të dërguarit tonë, vulës e pejgamberëve Muhamedit alayhi salam. Në vitin e 10 pas hijretit, gjatë haxhit të tij të fundit, pejgamberi alayhi salam udhtoi nga Medina drejt Mekës. Në lëvizjen e Arafatit, para një numri të madh sahabësh, ai mbajti fjalimin e tij të publik, duke përcjellë mesazhe të mëdha për besimin, drejtësinë, mëshirën, respektin, si dhe vëllazërinë mes njerëzve. Sot nxënësit e shkollës verore do t'ju sjellin pjesë nga kjo hutbë e bekuar, të ndara në disa pjesë duke përcjellë fjalët dhe këshillat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ju ftoj ta dëgjoni me vëmendje dhe respekt. Dëgjoni mirë që gjë t'ju them.
Nuk e di a do t'ju takojmë në këtë vend, pas këtij viti. O njerëz, vërtet gjakë juaj, dheri juaj, pasuria juaj janë të shenjta për ju. Ashtu siç është e shenjtë kjo ditë. Në këtë muaj, në këtë vend, mekën ndaj tuaj mbrojtur nga çdo lloj abuzimi. O njerëz, ju pashmangshëm dhe pakthyer, do t'i ktheni Allahut të Madhërisëm, dhe ai do t'ju thërrasë në përgjegjësi për veprat e punën tuaj. Mos ju ktheni shmangeve të mëkatshme dhe mos dëmtoni njëri tjetrin. Të gjithë ata që i dëgjuan fjalët e mia, le t'ua përcjellin atyre që nuk i kanë dëgjuar, se ndodh që ata i kuptojnë më mirë. O njerëz, Sejtë që janë dhënë në amanet, ruajeni situatat dhe thejani ato besnikrisht dhe me to ati që i përkasin. Fadeja dhe këllonka janë të nderuara. O njerëz, dijeni se ka përfunduar koha e mosdijes, e traditave të këqija. Gjakmarrja është ndaluar. Të gjitha akuzat e këtilla që rrjedhin nga koha e ignorancës anulohen. O njerëz, sot djalli i mallkuar është i dëshpëruar sepse ka pësuar dhimbje dhe nuk mund më të ndikojë te ju. Megjithatë, gjithë një bëni të kujdesshëm dhe ai i mallkuar të mos ju ndajtë. As në gjërat më të vogla, ruani nga këto, që të ruani prej tonë. O njerëz, ju këshilloj të silleni mirë me gratë tuaja, në takimin frikë Allahut xhaleshanuhu. Për këtë, ato janë amaneti i Allahut xhaleshanuhu. Për ju dhe deri i tyre është Allahu. O besimtar, po ju lë dy amanete. Ju vërtet nuk do të lajthitni përderisa i përbani atyre. Ato janë Kurani, libri i Allahut xhaleshanuhu, dhe sineti i pejgamberit alayhis salam. O besimtar, dëgjoni dhe mbajini mend mirë fjalën time. Muslimani është vëllai muslimanut. Kështu që të gjithë muslimanët janë vëllezër. Gjaku dhe pasuria e vëllait musliman janë të ndaluara për ju. Merrni vetëm atë që ju jepet me dëshirë. O njerëz, Zoti juaj është një. Të gjithë ju jeni pasardhë si të Ademit, ndërsa Ademi ka prindër nga Dheu. Ju jeni plotësisht të barabartë në të drejta dhe detyra. Arabi ndaj jo arabit nuk ka kërkar përparësie. E kjo vlen edhe për të ziut ndaj të bardhit edhe për të bardhit ndaj të ziut. Përveç me devotshmëri dhe frikë ndaj Allahut xhaleshanuhu. Më i miri ndër ju tek Allahu xhaleshanuhu është ai që i frikson më shumë atij. Keni kujdes. Nuk duhet të veproni kurse si këto të gjëra. Nuk duhet të bëni shok Allahut xhaleshanuhu. Nuk duhet të vrisni padrejtësisht dikë, pasi jeta e njeriu është ndaluar dhe përveçme nga të tjerat. Nuk duhet të vjedhni. O njerëz, nëse ju do të pyetni për mua, çfarë do thoni? Sa të nderuar ta një zëri, do të dëshmojnë se bëre të qartë se ishe i dërguari i Allahut. Do të thuaj me dinjitet të tjera tënde, në porositë dhe këshillove. Pas kësaj, pejgamberi i nderuar alayhis salam ngriti kishin tregues e drejtoi mbi xhamatin e tij dhe tha: Je i dëshmitar o Zot, je i dëshmitar o Zot, je i dëshmitar o Zot. Dhe krejt për në fund për nxënësit pjesëmarrës në shkollën verore 2026, organizimi i Muftinisë së Kumanovës u ndan mirënjohje dhe certifikata për nxënësit e kësaj shkolle.